Mas drejtëzav, tash pëkqyna a kanë qërshijat buba. I qes dos, për qes shumë që me mujtë me po rezultat... shka keme? Që me po rezultatin a kanë buba ju. Ju duhet si gjithmonë do sot bukës. Pja qes një lupë. Shpë qes shumë, si atëherë. Edhe ufëll bardh, kësa here këm bli ufëll bardh. Nuk po një zhurmë si drejtëzat. Ama për reagën. Këqëret që është të bodë diqka? Ta është jone pilon me pushu, këtu një 10 minuta, e mas 10 minutave i këqyrja petë dhe këqyrja ka ndorë buba, ajo. Janë bo një gjysuret mira, pe i kur i kum lanë me pushu, edhe surprize mire nuk po shoh kur gjanë, pret në ta shau kalzoj. Unë për veti nuk po shoh kur gjanë, përveç nështë qëtu shka janë, jo sens kana. Sens po shoh, as krem, as kur gjanë. Kështu që do me thonë qërshijat janë safe. Do me thonë mëni me i hunger pa problem, edhe pa la. Tash pishpërloj mirë, se këtë ufëll janë edhe me sude. Edhe pi ho. Nejse, edhe pse këm bot këtë testin, nuk moj kur me i hunger, pa e do njëherë me këqyra kona i krem. E mirë ka me. Përshëndetje prender, hala, daj, gjësh, gjyshe. Nëse jeni lotu i po fëmijët e ju veç të rejnë telefona ose veç Netflix, Ka orë koha me qitë jashtë në mënyrën ma të mundshme e ma të mirën. nga data 7 deri me 19 korrekt, Renau propozon Summer School. Po, ama nuk është shkollë klasike. Është shkollë ku fëmija kanë me mësu përmjet lojës, qeshjes edhe shumë aktivitete. Çdo fëmijë ka me marrë një certifikat edhe një dhuratë nga Renau. T'ja marrë lakmia. Edhe u kisha shkuar, isha kënaqur. A thum ju shkruna pranojnë edhe neve, bre? Vetëm 99 euro për 2 javë. Do të thonë është ofertë shumë e mirë, kështu që mos hezitoni, shkruani fëmijët. Për të gjithë fëmijët e moshës 6 deri 13 vjeç. Po, lirem. Edhe është e 2 javë për ditë, nga e hanja deri të shtunën, nga ora 8 deri në 12. Besoj që është një ide shumë e mirë për të zhvilluar mendjen e fëmijëve t'juve dhe me i largu pak nga telefonat, me bë aktivitete të ndryshme, me u sociabilizu. Mos hezitoni me i çu fëmijët e ju, se fëmija ju kanë më kënaqë edhe kanë ju falënderu shumë. Veç gotnom se kjo oferta marament se 99 euro vlen vetëm deri me 27 qershor. Mbas shumë testëve në flokët e mia, mas shumë ngjyrave, vendosa më në fund më kujdes për to. Siç po shihni, i kom pas shumë të dëmtuar, edhe më duhet urgjentesh një trajtim profesional. Për këtë arsye kam shkuar te salloni Linda Coiffure në Zhenevë. Filluam me një shampo të mirë, pastaj patinën, edhe mos harroni se jam shtatzone. E do na mbruni me hunger. Linda tash ma bën trajtimin që quhet Tokyo. Shumë efektiv për ronjët e flukëve, edhe një masazh për qetësimin e trunit që quhet Head Spa. Tepër mirë o kona. Jam relaksu mbi nivel, jam kënaq, i ka pas durt shumë të mira e të buta. E kum pas obligim me i prej flukë se ishin shumë të dëmtune, edhe këtë qërë sa mirë janë të duk. A ju pëlqejnë? Çka më ka pëlqyer më shumë te salloni i Lindës, o kon fakti që merr kohë shumë me i dëgju kërkesat edhe me e bë më të mirën që mundet për flukët e juve. Tani kena vënu do extensions me tape, do me thonë të padukshme, janë duk fantazi. Faleminderit Linda, rezultati o kon më mirë se sa kum dashta dhe qika mos hezitoni se jeni ndurt sigurta tek Linda.